Për dritën e Gjilanit është një krenari e madhe besoj mas 4 ose 5 viteve sakt mu kthy në Super League, me shpresë që këtë herë kanë me qenë shumë më stabil dhe kanë me mbet për një kohë më të gjatë në Super League dhe me kohë suksese tjera më të mira, më të mëdha. Ku marr ekipën në udhëheqje, kemi bën ndryshim të lojtarëve, kemi marrë një transfer të huaj dhe jemi munduar në të gjitha pozitët me konsolidu ekipën sa më mirë që me mujtë me funksionu si ekip edhe sidomos më konë gjendje me fitu ndeshjet Musafir, sepse është ditë nëse do ndrita me hy në Super League si vjet, ka me hy gjithmonë prej disavantazhet, çdo seri të play-offit ka me lujt gati, në seri të play-offit ka me lujt prej vend Musafir. Andaj nuk ka qenë lehtë për 6 ditë sakt me e kompletu ekipën, sepse kanë qenë vetëm 6 ditë deri në përfundim të afatit kalimtar prej momentit kur e kam marrë ekipën në dorë. Është titulli i dytë që e kam fitu në karrierë ligën e parë, po që ky titull ka qenë diçysh më emocional se na ka goxha përkushtuar. Si ekip edhe ja kena nis pak vonë, pe janarit, gjysmë sezon, që e ka bu atë qershin vitor që thoi në fund, u konë që ajo. Po, në luj basketball, 10 vjetë mu kam bojë qëtasht, po ka që një kohë e galt, kështu që besoj që kom pas ta më mjaftu shumë eksperiencë në ligë të parë që me një mu dritës që me hinë Super League, edhe ja dëllë me ekipën, falë ekipës, trajnerit, ja rritëm me ato, kështu që jam falenderu s'pikejt të janis për trajnerit, drejtërës lojtarëve, edhe sidomos kryesisë, cilët janë konë shumë karrek me neve. Mas pari Jay Walker është një lojtar i cili në maj 2023 ka përfunduar studimet në Amerikë, ka përfunduar sezonin e fundit në NCAA Division të parë. Ai ka qenë gjysmë sezoni pa lojë, edhe ka qenë pak pikpyetja, ku më mund me performu që është duhet. Po definitivisht i ka tejkalu pritjet e tij, pritshmëritë tona dhe ka qenë një karakter i hatashëm. Një lojtar shumë serioz, lojtar i edukum që ka ditë çdo detaj të mbrojtjes, sulme, gjitha fazave të lojës, edhe është përshtatet në ekip maksimalisht mirë. Adhurimi është një lojtar i pozitiv organizator, playmaker, i cili veç e ka dëshmuar veten në këtë ligë disa vite dhe e kom pamonaj. Nuk po kondi diçka e papritshme rezultati i tij, edhe u di që ai kudo që shkon ligë të parë ka me performu mirë. Kështu që e ka qenë peshë me loja e adhurimit dhe ka qenë shumë ndihmës e madhe në ekipën tonë, që e ka rregullu pak a shumë organizimin e lojës prej fillimit deri në fund. Ai bashkë me Donat Recepin si playmaker sekondar i cili u kyç gjatë sezonit prej pozitës 2-3 kena vazhduar në pozitën ne, kanë qenë indikator mëdhenj me organizu lojën maksimalisht mirë te klubi Dritës. Sa i përket Ardiani Bishit, Ardiani në momente vendimtare gjithmonë ka performuar mirë, edhe është një lojtar shumë luftarak, i cili ka njerë nuk vrejet në fush, po arrin me kontribu shumë në ekip, si në fazën e sulmit, si në fazën e mbrojtjes. Në sezonën tjetër, besoj që motivi jam edhe synimi jam është me vazhdu me KP Dritën, edhe me vazhdu foncat, me bu krenar qytetin, ku njëherë kur të në Super League, mas mori qëllim është me nejt, po në ambizjet i kena so manalt, shtu që besoj që veç për para.